normalisht shtysa ka qenë babai im që më ka mësuar hapat e muzikës popullore. Por kur je i vogël nuk e kupton dot atë peshë rëndësinë e lodhjes e të sikletit që mund të kesh. Normalisht ajo prandaj mësohet si i vogël sepse tani në një moshë të madhe nuk e mëson dot. Absolutisht. Sepse kitara, piano, instrumentat tjera mësohen. Po. Ndërsa violina është një gjë që pas e mësove që 6 vjeç, 7 vjeç nuk e mëson dot. Të ka kufizuar ty nëse do të jesh i aftë, i talentuar në violin, patjetër që të merr pak nga koha e fëmijërisë. Po, më ka ma shumë. Me orë të tëra të studiuar. Po, më ka ma shumë. Ndërkohë që moshatarët e mi, shokët e mi, losnin top, apo losnin aty poshtë të shtëpia, unë isha gjatë gjithë kohës, babai këtu, unë përballë babait, vetëm duke studiuar, e kupton? Ka marrë çmimin e parë 9 vjeç, i çmuar i vitit. I çmuar i vitit. Po ja ka vlerëtur ama ajo sakrificë që bëre për te fëmijërisë.